demokratike të Kosovës, nga një koalicion i mundshëm, se nuk e shloj bashkëpunimin me ta. Pra nuk e fshoj që kemi programe të cilat mund të parafrohen me ta. Dhe natyrshëm, refuzimi juaj, ja lutem shumë se kam nevojë me shpjegu, refuzimi juaj ishte refuzim edhe të diskursit pak më agresiv se sa i zakonshëm. Mendoj që liderët e mëdhej ulen, bisedojnë, flasin për programe, flasin, madje ju nuk e keni pas ta themi autorimin për të ullë së paku një herë edhe për të diskutu pra zotria Dixhiku me kryeministrin Kurti. Dhe mendoj që kjo është dobësi e madhe në kuptimin e një lloj frike prej përballjes. Dhe mos harroni një gjë e cilën po duam të thonë edhe pak si aktivist politike. Lumira Dixhiku kompetencën politike ka marrë prej Kurti duke qenë ministri i tij. Madje rritja e tij eventuale ka ndodhur pikërisht në kohë. Ke reagim tashmë nga Shqipja. Hajgare, Arbër, qëtar seriozisht e ke lëshun e nivelin e hajgareve. Arbër, e ke ullë debatin, e ke lëshun e nivel hajgares. Po nuk mundesh bre me thonë kështu, qysh po mundesh me akuzu Abdi Xhikun, kur Kurti as dorën nuk ja vjen kur shkon të kuvend kolegëve të vetë deputet e po flet për arrogancë. Po le, por zote, le. Jo, po pelshon shumë. Ama kështu, vetëm pak, se reagim Aziri ka drejt reagimi, urdhro. Vje keq, por nëse ne vazhdojmë me u lumëtu dhe me gjithë paj publik, thjashtë i përgjithë të ashme, unë mendoj që edhe zoti Rexha e ka lezu drejt, zoti Kurti e nënvizon përsëritjen e zgjedhjeve me replikim të rezultatit. Dhe me ofertë prapë në njëjtë, pak a shumë. Mungesa një dialogu 4 vjetë, vetëvendosja mund të pranon që të udhëhiqet në barimin one man show, por Erdogan nuk mund të pranon që Kosova të udhëhiqet në barimin one man show. Dhe kjo është dallim shumë i madh. Dhe këtë format duhet me thyë, duhet me ndryshu, në mënyrë që më unë të avolinë barabartë me diskutu. Të shqirat dhe mundësit në politikë dallohen. Notër e mirë, falenderit. Vetëm pak, ti them Lutfi Azirit, falimderit shumë që ishte me neve, edhe Arbër me që deshe ta përmbyllje, falimderit ti them Lutës, se ka rrugën. Arbër, se na shkaktove pak tronditje këtu në studion e politikës. Në kuptim, veç edhe diçka të fundit kushtrim edhe sigurisht edhe unë po e mbylli, pastaj Shqipja le të vazhdojnë me mbrojt lidhjen demokratike, se ka fosur me njësat ma. S'ka kuptim Arbër kjo. S'ka kuptim Arbër. Absolutisht proje, në bindjet e mija. Jo, veç pasaroj se unë i mbroj bindjet e mija, dhe Arbër të e di shumë mirë se unë veç bindjet e mija i mbroj. Dhe këtë e di besoj. Që nëse janë të afta me një parti tjetër, kjo s'do me thonë se dikur i kom pas njëta me vëvën, sot i kam ndryshe. Por prap janë bindjet e mija, për dallim për disa për juve. Ushtrim, zotri Aziri e tha që palët, do me thonë, në të ardhmen të ulen në formë barabartë, një frjezë në kuptimin e marrëveshje politike. Mendoj që ai i cili